Jam punësuar me 1 qershor 1965. Edhe pa me krye atë maturën si ishte ma para të me, u punësova në bibliotekë. U punësova vetëm si një muslimane të them ma drejt, e para në bibliotekën Koçaracin. Libra nuk kemi pas shqip, shumë pak kemi pas. Ndërtesa ka qenë shumë e vjetër, kushtet jo shumë të mirë, as pak të mira, që nuk I kushton një institucioni kulturor qytetit. Ashtu, një 5 vjet kemi punu në rrugën Srasho Pinxhur, atje në Dam, biblioteka e fëmijëve dhe biblioteka për të rritunit, me një salë leximi shumë të vogël. Mbas 5 vjetëve, u shpërngulëm në ndërtesën tjetër, ndoshta të them me kushte pak më të mira, por prap, ajo ishte ndërtesa si shtëpi për banesë. Ajo për bibliotekë. Kishte lecues shqiptar në atë kohë? Ka pas shumë. Edhe interesimi ka qenë shumë I madh. Vetëm se mungesa e librave ka qenë minimale. Ashtu, si të them, kalon 35 vjet pune në bibliotekën e qytetit. Po mungon shumë gjana ndoshta. Unë jam largu që 25 vjet si jam në pension. Jam largu prej atyre gjanave, situata si ashtë në bibliotekën e qytetit. Që mungon një leximore pak më mirë, kushtet më të mira, objekti që po zvaritet, objekti I ri. Mendon që duhet tash në këtë kohë të teknologjisë të digitalizimi I librave? Po. Ndoshta duhet. Atë e ma mirë din kryetarit ose institucionet kulturore, se me të vërtet, qyteti asgjë nuk tash. Ndryshe është. Duhet të ketë një ndërtesë, veçanërisht për bibliotekën. Ju sa vjeçare jeni? Unë e 78 vjeçare. Lexon akoma? Kam lexu, vetëm se tash... Shëndet? Jo mirë, prapë, ama lodhje me sytë, me sendet. Po ti 78 vjeç, çdo me librin akoma? Kam bibliotekën në shtëpi, e kam ende, lexoj ndonjëherë, ama si më para, jo. Si më para, me të vërtet, kam qenë shumë interesuar për të lexuar librat. Shumë I kam dash librat. Prandaj, propozoj këto të rritë të lexojnë ma tepër, jo të mbaren prej telefonave me sende. Këtyneve duhet ma tepër në përshkolla, ato arsimtarët e gjuhave, që të kthejnë nxënësit me librat të kenë ma shumë.